Me dy zëvendësime mund të ndrojë totalisht ritmin dhe rezultatin e ndeshjes. Ka disa mangësi mes fush, po gjithsesi e shoh shumë. Edhe pse sot nuk kishte në prove madhe, pristim gjithë që përballë Norvegjisë shohim Francën e vërtet, po Norvegjia me kalkulimet e veta, me rotacionin duke rrit disa nga lojtarët. Francën e vërtet e shikon me më shumë gola, në cilin aspekt? 5-0 Senegali. Shiko, më duket ekip apo e organizuar ndryshe përballë Norvegjisë. Francës më duket një që e bazon lojën të më shumë tek nuk kalon aventurë, është trajner që kërkon më shumë rezultatin se sa lojën e bukur, por do të thënë që ka shumë kualitet në sulme dhe ata e bëjnë diferencën çdo moment. Francën dhe Anglinë shikoj si skuadrat më të favorizuar për te tifozërisë për Portugalinë. Franca sonte kishte shumë të lehtë që me formacionin që kishte bërë Norvegjia, rotacion total përveç atij Ostegardit. Po si ndeshje miqësore. Përveç asaj të gjithë ishin lojtarë që s'kishin marrë minuta, për mua është gabim. Është e vërtet shumë gabim. Jo, gabim Norvegjia se Franca e kishte gabim Norvegjia. 90%. Për mua është strategji e gabuar e trajnerit. Pse? Në momentin që ti thret këto lojtarë në grumbullim për një kompeticion 40 ditësh, një muaj e gjysmë sa është ajo, ti me këto futbollista ke biseduar edhe kokë më kokë, edhe i thu, vlla, i je i gatshëm përballosh 8 ndeshje? Pra, qofse ti ju ke vu finales. Po, aq duhet bësh. A je i gatshëm përballosh 4 ndeshje apo 5 ndeshje? Pra ti duhet i marrësh maksimumin tyre. Rotacioni ishte shumë i madh dhe është gabimi, edhe unë mendoj që është gabimi. Për mua është gabim. I trajnerit Norvegjisë. Nuk duhet të ketë rotacion sepse edhe një ekip të thjesht nuk mund të bësh rotacion. Jo në atë lloj mënyre me Francën, në rotacionin i madh dhe mendoj. Do të shtash presion për shkuar gjatë dhe thotë po shfrytëzoj këtu si një kartë. Totalisht i trajnerit. Po si bën mirë edhe lojtarëve të formacionit. Nuk bën mirë se humbi ritmin. Ai po shkoj gjatë deri te ritmin i mungon fusha, po të mungoj fusha nuk është e vështirë ta kapësh. Franca ka